Shabani informonte Rëshis për një libër të quajtur Përferiza nga fillimi i mjekësisë që ka të bëjë me periudhën e luftës së UÇK-s së vitit 1998-1999, më konkretisht rreth spitalit të improvizuar të UÇK-s në fshatin Mollopolc të Shtimes. Shabani, sipas transkriptave të nxjerra nga biseda me Rëshis nga ana e AKI-s, kërkon që informacionet t'i marrë nga libri në fjalë dhe t'u dërgohen ndërkombëtarëve. Në një pjesë të akt akuzës përmendet edhe libri Shëndetësia e Ferizajt me rrethin në shekullin 20, ku thuhet se ka ekzistuar një spital i improvizuar ushtarak për kryerjen e shërbimeve mjekësore. Shabani këtë pjesë të librit e dërgon tek strukturat e BIA-s, duke tentuar që në mënyrë figurative të bëjë një lidhje me rastin medikus dhe me të ashtu quajturën shtëpia e verdhë. Nga bisedat që Shabani zhvillon me Rëshis dhe Bogljolip Janiqević, konfirmohet se ai insiston që librin për spitalin ushtarak të UÇK-s të improvizuar në Monopol ta përdorin si dëshmi. Madje në një bisedë telefonike ju thot se ju ende nuk e dini çfarë libri keni pranuar dhe çfarë vlere ka.